Kjo xhami është objekti më i vjetër ekzistues në Trevën e Rrugovës. Këto janë shenjat vjetra që ngdhen në kohën kur u mbarua xhamia para 400 viteve. Kontur. Një nga qytetet më të bukura dhe historikisht më të rëndësishme të Kosovës është Peja. I rrethuar nga malet e Dukagjinit dhe lumejt e pastër, ky qytet është një pasqyrë e natyrës së mrekullueshme dhe historisë së pasur. Peja ka qenë gjithmonë një qendër e rëndësishme kulturore, ku tradita dhe moderniteti bashkohen në një harmoni të veçantë. Ky qytet është gjithashtu një qendër e fuqishme shpirtërore ku besimi islam është i rrënjosur thellë dhe ka ndikuar për shekuj me radhë në jetën e banorëve. Kjo, fal punës dhe angazhimit të Këshillit të Bashkësisë Islame, i cili ka bërë punë të mëdha duke u angazhuar në organizimin e aktiviteteve fetare dhe edukimin e besimtarëve. Ky këshill, një institucion i themeluar me qëllim të ruajtjes dhe zhvillimit të vlerave islame, ndihmon në forcimin e lidhjeve fetare dhe promovon paqen dhe harmoninë ndërmjet komunitetit. Ndërsa shkojmë drejt fshatit Shtupec, një tjetër pjesë e rëndësishme e këtij narracioni, në pret xhamia e Shtupecit. Kjo xhami është një simbol i rëndësishëm i historisë fetare të fshatit dhe ka një ndikim të madh në jetën shpirtërore të besimtarëve. Xhamia, e cila është gjithashtu një vend lutje dhe mbledhjeje për besimtarët, ruan traditat islame dhe është një pikë e rëndësishme në ruajtjen e kulturës dhe identitetit fetar të fshatit. Aty po merr formë xhamia e Shtupecit, objekti i parë i ndërtuar në Trevën e Rrugovës. Por si erdhi te projekti, çfarë rëndësie ka dhe kur pritet përfundohet, mësojmë nga kryetari i Këshillit të Pejës, Musli Arifi. Kryetara na tregon më shumë në lidhje me rëndësinë që ka ky objekt. Jemi në nënëlsinë mbi detare diku afërsisht 1600 metra. Jemi para objektit të xhamisë së fshatit Shtupeci i vogël, ose Shtupeci i vogël. Kur them Shtupeci i vogël, këtu fshati është i ndarë në dy. Fshati Shtupec është i ndarë në Shtupecin e madh edhe Shtupecin e vogël. Ndërsa xhamia gjendet në territorin e Shtupecit të vogël. Banorët e dy fshatrave, dy lagjeve tjera që këtojnë dy fshatra, janë dikun banorët autokton janë dikun afërsisht 250 shtëpi. Nuk e dim saktë numrin e banorëve, po flas ashtu sikurse edhe banorët e numërojnë. Kryetar, çfarë veçantie ka ky objekt që po e shohim këtu? Kjo xhami është e rëndësisë të veçantë. Dikush mund të thotë po gjitha xhamit janë, është e vërtetë se gjitha xhamit janë të rëndësisë të veçantë, po kjo është shumë më specifike. Thash gjendet në një lartësi mbi detare që është dikun 1600 metra. Kjo xhami është objekti më i vjetër ekzistues në Trevën e Rrugovës, dikun në vitit 1637. Xhamia ka qenë funksionale deri para 4-5 viteve ose 10 viteve. Para disa viteve këtu ka pas rreshje të mëdha të borës, edhe erëna të mëdha, është dëmtu pullazi i xhamisë, pastaj kanë filluar me u dëmtu muret, edhe gradualisht ka deri te një dëmtim që xhamia veç ka dalë jashtë funksionit. Kur them ka qenë funksionale sepse me kontributin e banorëve të fshatit, mas luftës me një herë e kanë rregulluar, se ka qenë demolume, e kanë rregulluar dhe kanë bërë gatshme për namaz, edhe për respekt trojeve tyne edhe vetë xhamisë, banorët e fshatit janë organizuar edhe namazin e Bajramit e kanë falë këtu, derisa ku xhamia ka dalë jashtë funksionit. Kjo xhami tash në këtë fazë ku jemi, muret janë restauruar tërësisht, janë kthyer në formën edhe më të mirë se që kanë qenë, sepse materialet e mëhershme kanë qenë shumë më të dobta, janë kthyer. Kemi mri në fazën e pullazit ose të kulmit, po për shkak se lartësia në cilën gjendemi, kushtet atmosferike janë shumë të rënda dhe zor është me punu, për shkak se kamionat nuk mundën me pru materialin këtu, kemi ngec në te pullazi që shpresojmë inshallah sa më shpejt në pranverë të fillojmë dhe të vazhdojmë me tutje me restaurim. Kontribues kryesor ose donatorët janë të gjithë muslimanët, jo vetëm të Pejës, edhe të rrethinës, edhe të Trevës Rrugovës, po ka dhe që janë, po natyrisht dominojnë Treva Rrugovës, e sidomos mërgjimtarët. Deri këtu kemi mri me ndihmën e tyne,
ata janë që e kanë bajt barën kryesore të investimit këtij restaurimi. Tu e ditë se restaurimet e objekteve janë tepër të kushtueshme, mirë po mendoj se me restauru një objekt kësaj rëndësie edhe këtij vendi këtu është tepër e nevojshme, tepër e arsyeshme. Funksionin origjinal për çka është xhamia është ibadeti, mirë po verës sigurisht se na si Këshilli i Bashkisë Islame edhe komuniteti do të organizojmë edhe aktivitete tjera që lidhen me xhamin edhe që lidhen me aktivitetet e Bashkisë Islame. Kryetar përmendet ndihmën e kontribuesve. Cili është mesazhi juaj për personat që dhurojnë për xhamia dhe rëndësia e saj që këto ndihma shkojnë nëpërmjet Këshillit Bashkisë Islame si institucion i këtij vendi? Sigurisht ndihma e besimtarëve është e pakontestueshme dhe është e nevojshme. E përmenda fillimisht edhe dëshiroj publikisht t'i falenderoj gjithë kontribuesit. Natyrisht atë barën kryesore ose primatin e kanë marrë bashkëdhetarët tonë që letë janë perëndim, kudo që janë në gjitha kontinentet, e pjesa dërmuese janë edhe banorët e zonës. Unë ju bëj apel sepse na jemi të e bë me forca vetanake. Ndoshta restaurimi i të vetmit objekt në Kosovë që po e bojnë xhamati është ky objekt i vjetër. Kemi objekte që i ka restauru qeveria me donacione ndryshme, ndërsa ky objekt është puro investim i qytetarëve, edhe i banorëve, edhe i qytetarëve të Pejës së Tradhinës. Natyrisht i falenderoj edhe ata që janë jashtë Pejës, sepse nuk është e kufizuar me ndihma vetëm ata, po atë barën kryesore natyrisht se kanë bajt qytetarët e Pejës së Tradhinës. Po i falenderojmë gjithë sepse kanë të kontribu edhe pej Prizrenit, edhe pej Prishtinë, edhe pej Mitrovicës, ka mos, edhe natyrisht na kemi bë apel edhe në faqet tona zyrtare, i kemi vu edhe numrat e xhirologarive zyrtare të Këshillit të Bashkisë Islame. Prandaj i bëjmë apel ai i cili do të ndihmoj, ndihmën le ta bëj përmes institucioneve. Që të jemi korrekt edhe me institucionin, po edhe me njerëzit në cilët bashkëpunojnë edhe shprehin gatishmërinë për me ndihmu. Sepse edhe njëkohësisht xhamia, shiqoni kjo xhamia është afërsisht 400 vjeçare, sigurisht se ka me vazhdu edhe tutje, ata cilët kontribuojnë xhami, sadakaja e tyne ose ndihma e tyne do të jetë rrjedhëse dhe do të vazhdojë derisa të vazhdon funksioni i kësaj xhamie. Prandaj i ftojmë gjithë që të ndihmojnë, të kontribuojmë. Jemi afër, po prap kemi nevojë sepse restaurimet janë relativisht kushtueshme, posaçërisht në një vend të tillë ku transporti është shumë fish më i shtrejtë se sa vetë materiali cilën e transportojnë për ndërtimet për asoj. E ai që po mbikëqyr punët praktike të objektit na tregon me përkushtim peripecitë dhe ecurinë e punës së kësaj xhamie. Xhamia pat nevojë për mu restaurua se si objekt është objekti më i vjetër në krejt 13 katune edhe se fshatra Trugovës u kon monumenti më i vjetër historik që është xhami në këtë vend. Kjo si e pame ra kulmi metëm pa dal me vizitua, na kem pas nevojë për xhami se s'kem pas ku me fal as Bajramin, u kon e nevojshme për shtëpesin e vogël, për llazin edhe për Billopaqin, shtëpesin e madh e shumë katune tjera. Xhamia ka pas nevojë shumë për ndërtimin, sepse kjo xhami është për krejt vendasit e Rrugovës edhe për qytetarë të Pejës e trevave shqiptare ku dëshiron. Ne kemi bën një ndamje mofilit nel për gjinin femnore, e ka edhe sipërfaqen e derës për jashta për Hoxhenicën, plus e kena marru mirabin atje, është i gdhenum. Na sikur pamje e kem kthy xhamin gati me ndihmat e popullit, gati e kem kthye në tonë që shokon për para, për shfrytëzimin e krejt shqiptarëve ku do që janë që e njën vetën të lirë për me dalë në këtë vend, për me falë si Bajramin, si Gjumon, si çdo sen. E kena qelë rrugën, Bashkia Islame, Katuni, me krejt qytetarë që kanë ndihmu për këtë vend, edhe jena mundu deri
në këtë pjesë me pru. Tash kem nevojën e kulmit qatis, po punë e vërshimeve që ra shi nuk kanë ndërpredhe rruga. Këtu është pjesa hyrëse. Kjo pjesa hyrëse, këtë pjesën e kena rujt me shumë kujdes. Kjo pjesë është një pjesë shumë e vjetër, e ka një histori shumë të veçantë. Se asnjë gur nuk është i njëjtë sikur ky gur i veçantë për xhamia ose për monumente historike sikur ky objekt që është. Do të thonë gurzet janë zgjedhur. Gurzet janë zgjedhur natyral veç e veç një ka një. Ndërsa kena edhe pjesën tjetër, ka për jashta, gurzet që i kem trujtum, janë gurt më të vjetër që i kanë gdhen përpara me dorë, gur historik që janë me domethënie i kena rujt në pjesën e përpar me anena, çdo sen është e rujt në sipas. A do të ketë elemente tjera, fasadim, ngjyrosje apo Ka mrena ka mu ly komplet me fasad bardh, edhe kena me bung mrena, ka mu vesh komplet bung, që janë kostot shumë të mëdhaja, se këtu çdo transport kushto e ka 2 fishin e gjithë shkafit, nuk është si me punua në qytetën Pej, sikur me punua në Rrugovë. Po, e ka dhe hymjen, e ka anena, oborrin e ka me një pamje shumë fantastike, ndërsa muni me pa edhe shkollën edhe përpara, po pamje të këtoj ka shumë bukra, këtë bjeshkën e shën përpara, edhe xhamia ka pamjen e mirë. Jo si mbikëqyrës i punimeve, na tregoni pak për vështirësitë e punës prej fillimit deri tani, por edhe për Puna planifikimet të ardhshme afatshkurtre sigurisht. Puna më e vështira u kon që t'i rujmë çdo sen këtu që e kena pas, për shembull e kena i gjys hanë këtu, i kena pa bo me numra, i kena nelt, i kena hanën tjetër atje, kena një pjesë. Do të thotë këto janë shenja të Këto janë shenjat vjetra që ngdhen në kohën kur u marrua xhamia para 400 viteve. Këto kanë pas domethënie për murujt mos mu hup asnjë sen në jetë kur u restaurua si xhami pej kohës përpashme që e kem kthy në këtë gjendje, nuk u xoft më hup këto shembuj se janë shumë vjetër edhe kanë historia të ndryshme. Ana tregon sa është kapaciteti i personave që i zë brenda xhamisë. Xhamia i nxën mofili nelt i grave i nxën 25 gradë deri 35. Do më thonë pjesa e mofilit nelt pa u ngushtua. Më ngushtua deri në 50. Poshtë i nxën deri në 75 persona. Do më thonë kjo xhami është 18 objekti. Kjo xhami i shkon e nevojshme me kon 20 me 10, se qytetarë që kanë nevojë për edhe me dalë edhe prej qytetit, edhe i kem bashkëvendasit që janë të interesuar. Çdo gjumë na kem nevojë edhe imamin me caktu këtu, na kem nevojë për shumë gjona, për shumë sene në këtë vend. Jo për këtë vit, po për viti tjetër fillojmë ndërtime tjera, se puna e vërshimeve, rrugëve, i pam edhe vetë nuk janë në gjendje më kur shkafi. Kështu që na kem nevojë bashkëvendasve, çdo qytetarit me falëndëru edhe janë të mirëseardhëm për këtë vend. Xhamia nxën deri në 70 persona me konshlir. Përmes këtyre konturave, Peja, Këshilli i Bashkisë Islame dhe xhamia e Shtupecit na tregojnë se si besimi dhe kultura bashkëtojnë dhe luajnë një rol të pazëvendësueshëm në jetën e njerëzve. Kontur